Inspektorati natyrisht që pas marrës informacioni do del menherë në vend zjarres dhe do I largoj tavolinat nga kjo pjesë. Na jemi njoftuar se tavolinat, karriget e tjera janë larguar nga ana zyrtarëve komunal të drejtorisë së inspeksionit. Personat me aftësi të kufizuar, specifikisht personat e verbër, po e kanë të vështirë qasjen nëpër rrugët e Prishtinës, për shkak se në disa vende, në të cilat janë hapësirat e dedikuara për këto kategori, shpeshherë janë të bllokuara. Kallzo.com raportoi për një rast të ngjashëm tek lagja Qafa në kryeqytet. Lokali gastronomisë, Matise, kishte bllokuar pjesën ku ishte I vendosur shiriti taktil për personat e verbër. Pas raportimit të Kallzo.com dhe njoftimit të inspeksionit të komunës së Prishtinës, këta të fundit kanë njoftuar se kanë larguar tavolinat e karriget e vendosura nga lokale dhe kanë liruar hapësirat e dedikuara për personat e verbër. Mirpresim çdo informacion që mund të jetë në favor të kryerjes së punëve tona si inspektoriat, pavarësisht që a vije nga ndonjë qytetar apo edhe nga mediat e ndryshme. Inspektoriati natyrisht që pas marrës informacioni do del menherë në vend zjarres dhe do I largoj tavolinat nga kjo pjesë, sepse Drejtoria e Shërbimeve Publike asnjëherë nuk jep leje pëlqem se do qoftë që ta quajmë për shfrytëzim të një hapësire publike e cila është trotuar dhe e cila bëhet pengesë për lëvizjen e lirë të qytetarëve, e aq më pak nëse në atë hapësirë trotuari pastaj është një pjesë e dedikuar edhe për personat e verbër. Pas kësaj nga komuna jemi njoftuar se tavolinat, karriget e tjera janë larguar nga ana zyrtarëve komunal të drejtorisë së inspeksionit. Ankesë për këtë kanë drejtues të organizatave për personat me aftësi të kufizuar dhe personave të verbër. Ata kërkojnë që mos ju krijohen bariera shtesë, duke I bllokuar këto hapësira. Natyrisht që është pengesë shumë e madhe edhe pse institucionet janë vedisu dhe kanë filluar me vendos staza taktile në për rrugë, po na habit fakti se shpeshherë ato ndodhen të bllokuara nga individ apo edhe nga bizneset e ndryshme. Me vetë faktin që ne ende lëvizmi me mendimin e asistentit në për komunë, në për qoftë, në për institucione ndryshme që ne kem takimit natyrave ndryshme, kënë kupton se Prishtina realisht është shumë larg realiteti se për këtë qasjes persona më afskuzume, veçanërisht këtë rast verbë apo të gjitha grupeve që praktikisht mund të lëvizin për shërbimet natyrave ndryshme në komunë apo në institucione të Republikës Kosovës. A jeni ndjeni që kjo nuk do të më thonë ç'është? Jam ndjeni për këto vijat që janë, mos ç'të po na thonë po, unë vetëm duhet me spatuar natë që më japin. Kallzo.com ka provuar të kontaktoj përmes numrit që është publik në faqen e Agjencisë për Regjistrimin e Bizneseve, por nuk kanë qenë të qastshëm.